Me harxhu pare, janë pushimet. Mbledh kujtime me përjetu diçka, it's worth it. Gjanat që mbjetojnë shumë gjatë, si për shembull laptopat, iPadat, iPhone-at, nëse veç nuk e blen çdo vjet iPhone-in më të ri. Për shëndet, me shku te dentisti, me shku te mjeki, me pi hapa vitamina, ja vlen gjithmonë, domethënë me investu pare në shëndetin tënd. Gjana shtëpiake, mobilje për shtëpi për shembull. Shtëpia është një vend që ti duhesh mundi mirë, edhe që ti gjithmonë shkon për me gjetë komfort, kështu që ja vlen çdo cent që e harxhon shtëpitonde. Libra do diçka që gjithmonë ta përparojnë trunin, edhe janë gjëra shumë të mira. Mu për shembull më kanë ndihmu libra tepër në shkrim, ashtu në gjuhë shqipe, po njëjtë edhe për gjuhë gjermane. Vazhdojmë me 5 gjëra që për mendimin tim nuk ja vlen me harxhu pare, fast food, edhe pse unë vetë e bëj. Fast food është tepër i keq për shëndetin tonë, kështu që nuk ja vlen me harxhu pare në to. Nuk ja vlen me harxhu pare për tesha shumë të shtrejta, vetëm për logo. Mundesh me gjetë tesha shumë më të lira në cilëtetin gati të njëjtë. Hongër çdo ditë në për restorane shtrejta. Ushqimin e njëjtë mundesh me gatu edhe në shtëpi e me hongër hala më mirë se në për restorante.